për gjuhë dhune? Kjo reflekton situatën, dhe më thënë, si në Kosovë, si në Bosnjë, dhe më thënë, është një mesazh që NATO nuk po e njeron rajonin, dhe është e gatshme të përballet me sfida, dhe më thënë, kjo kur kombinohet me deklaratën e sekretarit të shtetit Rubio që kritikon lëvizjet e zotit Dodik që punojnë kundër stabilitetit dhe me shtimin e numrit të forcave në veri të Kosovës, atëherë gjitha këto pra janë indikacione që me të vërtetë NATO dhe Perëndimi e merr seriozisht angazhimin në rajon, edhe pse ndoshta ka nevojë që të ketë një angazhim edhe më të fortë, mirë po ishte një vizitë që ndoshta më shumë shërben si mesazh për forcat që ndoshta kanë synime destabilizuese në rajon. Po dhe gjatë kësaj vizite Rute është takuar edhe me presidentën e vendit Vjosa Osmani, po ashtu edhe me kryeministrin aktual Albin Kurti.